Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra dashura kam sjell mënyrën se si e shfrytëzoj unë bukën bajate për një mëngjes të shijshëm, të shpejtë, të thjeshtë, pothuajse me gjithë përbërësit që i kemi në shtëpi. Besoj se kam ju pëlqyer receta se si e përgatis unë bukën bajate për mëngjes. Filloj me përgatitjen, gjithçka çka na duhet për këtë mëngjes është bukë bajate. Pra gjithë motrave që ju ngel buka bajate, mos e hedhni asnjëherë, po shfrytëzoni në këtë mënyrë dhe do keni një mëngjes shumë të shijshëm. I marrim pjesë të bukës, kështu të prera në feta, nëse keni bukë rrethore mund ta preni vetë me një thikë, i vendosim në një tepsi. Në tepsin kam vendosur letër për pjekje. Më mirë është letër për pjekje se sa ta lyni tepsien me vaj, sepse fetat e bukës do ngjiten për tepsije gjatë pjekjes. Më mirë është me letër. I vendosim kështu të gjitha. Pasi fetat e bukës i kam vendosur në tepsin, marr ajvar. Unë kam ajvar shtëpie. Recetën e ajvarit e kam postuar në muajin shtator dhe filloj që të bëj lyrjen, pra kështu një shtresë të hollë të secilës fetë të bukës. Pra në këtë mënyrë i lini gjithë copsat e bukës me ajvar. Vërtet bëhen shumë të shijshme. Pra dhe përgatitni një mëngjes të shpejtë, thjeshtë, e sidomos gjatë vikendeve ja vlen, sepse doni që ta shfrytëzoni kohën gjatë ditëve të vikendeve, gjithë ju që punoni, keni qef ta shfrytëzoni me familje, keni angazhime tjera, kështu një mëngjes i shpejtë, i shëndetshëm. Dhe në fund, buka bajate nuk do ju ngel, as nuk do e hedhni, po do e shfrytëzoni në këtë mënyrë. Kështu në mënyrë të njëjtë i lim gjithë pjesët e bukës. Kemi lyer dhe gjithë fetat e bukës me ajvar, atëherë të secila fetë do vendosi kështu nga një copë sallam apo suxhuk, varet çka ju qëllon në shtëpi. Mund t'i vendosni edhe më shumë nëse keni nevojë, po besoj se është mjaftueshëm nga një copë, pasi që fetat e bukës janë të holla. Si për secilës do hedhi kashkavall të bërë në rende. Kashkavalli shtohet sipas dëshirës. Kemi hedhur dhe kashkavallin, atëherë marrim këpurdha të marinuar apo të freskëta, varet se çfarë ju qëllon, dhe hedhim sipër secilës, pothuajse do na dalin do pica të vegjëla, në atë shije do dalin shumë të shijshme. Dhe në fund shtojmë erza, kështu të këtij lloji, të cilat janë për brusketa, ka në çdo market ushqimor, vërtet do ja japi një shije shumë të mirë tek secila. Përsëri do hedhë sipër dhe tepsien e fusim në zjarr të nxehur 220 gradë për 15 minuta, do i pjekim fetat e bukës. Tepsien e kam largu nga furra, fetat e bukës kanë një aromë jashtëzakonisht të mirë, i lajm pak të ftohen dikon 5 minuta dhe janë gati për konsumim. Fetat e bukës janë ftohur, janë gati për konsumim, kanë dalë tamam se ato brusketat e marketeve, shija nuk besoj se ka për m'ju mungu, shkojnë shumë me çaj rusi, një mëngjes shumë i shijshëm, i shpejtë, ekonomik, nuk do e hedhni bukën bajate, do e shfrytëzoni
Besoj si u ka pëlqy motra të dashura mënyrën se si shfrytëzoj unë bukën bajate. Gjithë ju që e përgatisni ju bëft mirë, kurse ju që ndani kohë për videot e mia, jepni përqimin e tyre, ju faleminderit, miru takoshmi në recetën tjetër.